SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish zyrtar të bashkisë me Maliaj për tenderin e ndërtimit të ujësjellësit rajonal, një projekt i cili do të shërbente për 8 fshatra të zonës me vlerë rreth 5 milionë euro. Hetimi ka përfshirë ish kryetarin Gjolek Guci, ish nënkryetarin e bashkisë Edmonda Harizi, ish nënkryetaren e bashkisë Edmonda Harizi dhe ish drejtorin e shërbimeve publike Feta Hoxha, të cilët dyshohen se krijuan avantazhe dhe privilegje të padrejta për operator të caktuar ekonomik. Hetimi i SPAK-ut ka nisur pas kallëzimit të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit që evidentoi shkelje të procedurave të barazisë në tendera dhe favorizime për kompani të caktuara. Përveç ish zyrtarëve të bashkisë, SPAK ka marrë në përgjegjësi edhe administratorin e një kompanie private, i cili dyshohet të ketë përfituar nga këto shkelje. Prokuroria ka ndarë një fraksion tjetër të hetimeve që fokusohet në zbatimin e kontratës dhe personave të tjerë që mund të kenë përgjegjësi ligjore, duke lënë të hapur mundësinë e ndjekjes penale edhe ndaj të tjerëve. Ky rast vjen në një kohë kur SPAK po intensifikon ndjekjen e rasteve të korrupsionit në prokurorimet publike me qëllim garantimin e transparencës dhe barazisë në tenderat e institucioneve shtetëror. Autoritetet nënvizojnë rëndësinë e drejtësisë dhe detyrimin e zyrtarëve publik për të respektuar procedurat ligjore në mënyrë që fondet publike të përdoren në mënyrë të lishme dhe efikase për qytetarët.